Profesor Martini, mi se u ktheve në Shkodër. Mirë që u gjeta. Rikthim pas 15 vitësh, pa dyshim nostalgji, por edhe me objektiva të reja. Nostalgji po tjetër, shumë vite lërgë vllaznis, sa, dhe më thonë, është knatësi e madhe, dhe më thonë për gjithë se cilin, me kënë trajner i vllaznis, është knatësi dhe nërë, aq më tepër për i Shkodran, por du me thonë që është një detyrë shumë e zorshme, sepse dje që në Shkodër gjithmonë kërkohet maksimumi i mundshëm, e quj më tepër si përgjithësi, se sa si knatësi, por kam me bashkjetu me këtë përgjithësi për ditë, do të mundohem nga mjesi ndarkë me përkushtu kësaj punë që më rritë më të mirë në mundshëm. Profesor, në këtë rikthim në Shkodër, cilat do të jenë objektivat ose projektit që do të kërkoni të zbatoni në sezonin që vjen? Para punës, unë për presidenti Xhaferi kam marrë okejnë që duhet me përforcu ata përforcime që na kena qef, që ka një ndërgjonat e rëndësishme dhe kemi ra dakord që të përforcojmë ekipin. Po punojmë shumë, nga mjesi deri mas dite jena në stadium nuk lëvizim për vendet edhe duke pa lojtar, edhe duke marrë informacion për lojtar. Nuk është e lehtë me vendos, pavarësisht se ne na kërkohet pak shpejt sepse është turri i parë edhe shumë i rëndësishëm për ekipin. Duhet me bë ekipin, duhet me bë ata dëshirë që na kena për me pru atë lojtar, që mendoj me dalë te kjo pyetje që ju bëhet, që mendoj ka një vit kohë deri sa të marrojnë kampionati, po ne do të mundona, dhe më thonë, maksimumin e mundshëm çdo aspekt për me arrit atë ku donin na. Profesor, cili gjykoni se është reparti ku duhet një ndërhyrje me një hershme tek vllaznia, në gjykimin tuaj? Ju e shikoni që dy stopa që kanë janë largu nga ekipi, mendojnë ti përforcojmë. Kemi mes fushën që mendojmë me përforcu. Kemi marrë kryen që me kanë një lojtar edhe besoj që edhe Haka këto ditë do jetë. Kemi siguru Gurishten që ka firmos për mos mu largu edhe një vit tjetër, gjëra që është shumë e rëndësishme për ne. Po mendojmë që me doblu çdo pozicion të mundshëm që me kanë, sepse nuk fitohet loja as me 11 lojtar as me 12, fitohet me 22. Edhe po presim edhe lojtar të tjerë, që pothuajse jemi me disa në mbyllje, por për arsye edhe dokumentash edhe mosmarrimit kontratës tyne nuk jena të mi prezantuar sepse mund të apsojmë. Me çfarë shikohet pista kosovare për Martinin duket se është diçka primare? Jo, nuk është një gjë primare, për mua janë tanë pistat, dhe më thonë nejna në vëzhgim nga Afrika, deri në çdo vend të rajonit këtu, kemi lojtarë që kemi në vëzhgim non-stop, kemi me disa për tyne kemi bisedime, kur t'ja arrim, që shpresoj t'ja arrim, sepse është shumë e rëndësishme, thash, kur ti ke mbështetjen dhe thohet që merri lojtar çka kërkon, kjo është shumë e rëndësishme, edhe masi ta arrim, më i them që dojna mirë për gjithë sezonin. Profesor, lojtarët që nuk janë këtu sot dhe që kanë qenë sezonin e kaluar pjesë e vllaznisë, nuk do t'ju rinovohet kontrata apo prisni ende futbollistë tjerë që bashkohen ditët? Nuk e di për kë e keni fjalën konkretisht. Përgjithësi Mala për shembull. Mala pritet vinë këto ditë, ai i ka marrë kontrata. Jo, i marrën kontrata me 30 qershor këtu te ne. I kemi dhënë 2 ditë më tepër, 3 ditë më tepër pushim, edhe mesazh do afrohen me datë 4, do vinë stërvitje me datë 4. Kështu që edhe me ta do bisedohet. Besoj që me Mensana është mbyll, me Esatin do bëjmë bisedime sepse i marrën kontrata. E dojmë çdo kush që ta mojmë këtu, megjithatë ta shohim se si do të na ecën bisedime. Profesor, me çfarë objektivi hyn vllaznia në ecurinë e saj europiane? Po do të ishte bonus i madh sikur ne do të kaloshim i turr. Prandaj them nuk e di se sa do jena gati për këtë turr, po bëjmë çmos qoftë edhe për me marrë një lojtar në huazim që të kalojmë këtë turr. Ekziston edhe kjo pistë, pavarësisht se kemi vendosur, që të jemi sa më të fortë, sepse normalisht duke kaluar turr edhe financat janë më të mëdha edhe do të ishte e mirë për ekipin. Ku do zhvillohet faza përgatitore sa kemi Po kërkojmë, jemi midis 2 ose 3 alternativa, besoj sot nesër, po deri me datën 22 do jemi këtu. Mandej mas datës 22 kena me ikë dhe them që këto 2-3 ditë, 4 ditë do vendoset ku do shkojmë. Profesor, jeni shpallë kampion me vllaznin si futbollist, kampion si trajner me Teutën e Durrësit. Është momenti që Edi Martini të firmos edhe titullin 10 kampion të vllaznisë, që Shkodra e mirë pret prej vitesh. Nuk e di, a kena me arrit, veç di me thonë diqa që nuk do të ndrosha me kur gjo, as me lekt, as me anin personale, thjesht me vu një yll falin e vllaznisë, për mu do të ishte gjithçka.
Gjithë kjo përvojë disa vjeçar brenda dhe jashtë Shqipërisë, sa ju ka shërbyer për të dhënë më të mirën tek Vllaznia aktualisht? Ne mësojmë për ditë, gabojmë për ditë, kërkojmë më përmirësu për ditë. Puna e trajnerit është i punë që edhe kur në momentin që ti e çon veten se je i kompletuar ose je kështu ose ashtu, atëherë gabon më tepër. Unë jam prej aty në djemve që pranoj edhe gabimet e mia, mësoj çdo ditë edhe mundoj mu përmirësu. Ky zanat kërkon të përmirësohet për ditë, nuk mundesh më thonë që jam ky, u kompletova, marrova edhe ky jam. Jo, unë them që ne mundem të mësojmë çdo ditë. Një dyshe Martini Sinani, duket ekspikator të paktën për opinionin sportiv. Unë me Vjorin kena lujt bosh, kena hapa të rëndësishme një jetë bosh, përveç asaj kena mojtë dhe shoqërinë e mirë që nuk është e letë sa të mu mojtë. Kështu që jam komod me Vjorin, Vjori është drejtor, është trajner, si që jam unë edhe trajner edhe drejtor, nuk ka se kemi gjatë dome, për mu jena ta njësoj, duke fillu prej të i pari edhe deri të ki fundit këtu në staf, dhe më thonë nuk jam ai tipi që kërkoj gradet, më thonë unë jam trajneri i parë, ose kry trajneri si që janë qujtë për para. Unë jam një që i kam ta njësoj, këshillohem me ta, bisedoj me ta gjithmonë për finalin me arrit më të mirën. Ky është stafi drejtues. Do ta shohim, jo, do ta shohim. Kemi akoma bisedime, do ta shohim. Suksese për sot. Faleminderit ju.